Shumë prej nesh e përdorim foljen e aluminit për t'i mbuluar ushqimet gjatë përgatitjes e besa edhe për t'i ruajtur ushqimet që na mbesin në frigorifer i mbështjellim me folje alumini. Po a kemi menduar ndonjëherë se a është i duhur ose i mirë ky veprim? Studimet shkencore tregojnë që pjesët e aluminit mund të kalojnë drejt për drejt në ushqim, veçanërisht kur ushqimi është acidik, domate, limon, edhe kur temperatura është e lartë e ushqimet nuk përgatiten në temperaturë të ulët. Ky migrim i aluminit nga folja në ushqim e rrit ekspozimin e trupit ndaj këtij metali. Për shumicën e njerëzve të cilët gëzojnë shëndet të plotë, mund edhe të mos ketë ndonjë efekt ansor. Por njerëzit e ndjeshëm, fëmijët, gratë shtatzana dhe njerëzit që kanë probleme me veshka, te këta mund të ketë ndikim në çrregullimin e metabolizmit, në sistemin nervor, e gjithë kjo në periudha më të gjata kohore. Shtrohet pyetja, a kemi nevojë nëse një diçka ka predispozit ose pritshmëri për me pas efekt negativ në shëndetin tonë, ta përdorim? A është e patjetërsueshme të përdorim folje metali për të përgatitur ushqimet? Kemi ndonjë alternativë tjetër? Për të shmangur këto rreziqe, përgatitni ushqimet pa folje të aluminit. Mund të përdorni folje të letrës ose mund të përgatitni në temperatura më të ulta.